Gjërat që do duhet që shqiptarët t'i mësonin që në fëmijëri janë rregulla shumë të domosdoshme për një jetë në harmoni me veten dhe të tjerët. Rregulli nr. 1. Asnjëherë mos komento diçka te një person i cili nuk ka mundësi ta ndryshojë atë gjë brenda 5 sekondave. Pamjen, formën e hundës, tiparet e fytyrës, gjatësinë, peshën. Nëse ai person nuk e ndryshon dot këtë element që ti po i përmend brenda 5 sekondave, mos ja përmend dhe mos e komento. 2. Zgjedhjet që ky person ka bërë në jetë. Zgjedhjet për të pasur fëmijë apo zgjedhjet për mos të pasur fëmijë. Pra gjendjen që ky person po jeton në këto momente, është i martuar apo është beqar? Është duke punuar apo është i papunë? Është duke kërkuar maksimumin nga jeta apo është pasiv? Mbas çdo zgjedhje që bën një person në jetë, shihen shumë arsye. Ti nuk e ngatadish nëse ai person bën dot fëmijë apo jo. Nuk e ngatadish nëse ai person është në gjendje optimale mendore, emocionale për të punuar apo jo. Ti nuk e ngatadish nëse ai person ndoshta ka qenë në një martesë, nuk ka funksionuar dhe është i zhgënjur. Asnjëherë nuk kemi ngatadim se çfarë po vuan në heshtje ai person. Prandaj, zgjedhjet në jetë që ka bërë dikush, mos i komento sepse nuk është etike dhe nuk është logjike që ta bësh. 3. Mos jep këshilla pa të kërkuar dikush. Një person në shumicën e rasteve kur është i heshtur apo kur ndan një gjendje emocionale jo të mirë me ty, në shumicën e rasteve ka nevojë për dy gjëra. E para që ta dëgjosh dhe e dyta ta pranosh. Ti japësh një përqafim. Ta kuptoj që ti je aty për të. Në shumicën e rasteve këta njerëz nuk kanë nevojë për këshilla. Këto janë disa nga shumë gjëra që shqiptarët duhet të ndërgjegjësojnë. Për momentin po lë vetëm këto me ty. Mendoj dhe ndaj me të tjerët. Dhe nëse ndihen, më ndiq për më shumë.